Publikimi i videos nga pamfleti nuk solli një ngjarje të re, por I ktheu në vëmendje një histori që ekziston prej vitesh në dokumente, banka dhe regjistra pronash. Një histori që nuk është shpjeguar kurrë thjesht për publikun e që lidhet drejt për drejt me marrëdhëniet pronësore dhe financiare me Saltin Dumani dhe Andon Pangos. Kjo histori nis në vitin 2006, në një kohë kur Andon Pango ishte aktiv në tregun e ndërtimit dhe të pasurive të paluajtshme në Tiranë, ndërsa Saltin Dumani kryente një blerje konkrete të dokumentuar të një apartamenti rreth 130 metra katror pranë kopshtit zoologjik, një zonë që edhe në atë kohë nuk konsideroi periferi, por një zonë ku çmimet e pallateve ishin të larta dhe kërkesa ishte e fortë. Në kontratën e shitblerjes, çmimi I shënuar është rreth 50.000 euro, një vlerë që për atë zonë dhe për atë periudhë rezulton dukshëm e ulët se çmimet reale të tregut, diferencë që nuk kërkon shumë llogari për të kuptuar, mjafton të shohësh shitjet e tjera të asaj kohe në të njëjtën zonë. Por ajo që e bën këtë blerje të ndalosh dhe të mendosh, nuk është vetëm çmimi, është mënyra si u financua, sepse nga 50.000 euro, vetëm rreth 9.000 euro rezultojnë si kursime personale, ndërsa pjesa tjetër u mbulua me kredi bankare dhe garant për këtë kredi del vet Andon Pango. Pra njeriu që po e shiste apartamentin, një praktikë që në jetën reale nuk ndodh zakonisht dhe që tregon një lidhje shumë të fortë financiare mes palëve sesa një shitblerje e zakonshme. Kjo marrëdhënie nuk ndalet me kaq, sepse në vite shfaqen edhe pasuri të tjera që lidhen me të njëjtin rreth marrëdhëniesh dhe me të njëjtin emër, duke treguar se raporti me Saltin Dumani dhe Andon Pangos nuk mbyllet me një kontratë të vetme, por shtrihet në kohë. Për ta kuptuar këtë histori, duhet të ndalemi tek figura e Andon Pangos, sepse nuk kemi të bëjmë me një qytetar të zakonshëm, por me një ndërtues dhe tregtar pronash që për vite me radhë ka ndërtuar pallate dhe ka shitur apartamente në zona të ndryshme të Tiranës, veçanërisht pranë kopshtit zoologjik, parkës dhe zonave përreth, ku janë ngritur objekte banimi dhe njësi tregtare të pajisura me leje ndërtimi nga institucionet përkatëse. Këto leje ndërtimi, sipas dokumenteve dhe ankesave të njohura ndër vite, janë shoqëruar me probleme që banorët I kanë hasur drejt për drejt, si shtesa katesh, ndryshime projekti, mos përputhje mes asaj që ishte miratuar në letra, asaj që u ndërtuar realisht, probleme që janë përsëritur dhe që kanë bërë që emri I Andon Pangos dhe I shoqërive të lidhura me të përmendet në lista institucionesh për shkelje të kushteve të ndërtimit. Paralelisht me këto aktivitete ndërtimi, Andon Pango shfaqet edhe në role financiare si garant bankar për blerje pronash, duke treguar se nuk ishte thjesht ndërtues apo shitës, por një person me peshë reale financiare në këto marrëdhënie, një fakt që merr tjetër kuptim ku lidhet me zhvillimet e mëvonshme. Pas rreth 20 vitesh, Andon Pango përfundon I dënuar për mashtrim financiar në vlera rreth 500.000 euro, një dënim që është fakt gjyqësor dhe që e drit mbi mënyrën se si janë ndërtuar marrëdhëniet e tij ekonomike dhe financiare ndër vite, vendim I cili edhe sot vazhdon të mos jetë ekzekutuar. Kur këto elemente vendosen bashk, blerja e apartamentit nën treg, kredia me garant shitsin, pasuritë e tjera në vite, pallatet me probleme lejesh ndërtimi e më pas dënimi për mashtrim financiar, lindin pyetje që nuk janë as emocionale dhe as politike, por thjesht logjike. Pse një ndërtues del garant për kredinë e blerësit të pronës së tij? Pse çmimet rezultojnë nën treg? Pse njëjta marrëdhënie vazhdon në vite dhe pse njëjti emër shfaqet në ndërtime me probleme dhe në vendime dënimi për mashtrim? Përpjekja për ta reduktuar këtë histori tek viti I videos nuk ndryshon asgjë, sepse këtu nuk po flitet për një moment të shkëputur në kohë, por për një marrëdhënie që ka nisur herët dhe ka vazhduar në vite me prona, kredi dhe ndërtime që ekzistojnë edhe sot. Video është thjesht pika nga ku nis shpjegimi, jo vetë historia.